Përshëndetje të nderuar miq, në mbyllje të kësaj jave do të komentojmë zhvillimet politike me avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale, miku e emisionit ton. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të flasim për shumë çështje, por do ta nisim nga dy lajmet fundit që janë duke u zhvilluar. Pritet mbledhja e qeverisë, një retreat në nisjet e këtij viti. Por kemi edhe opozitën që i ka mbledhur pra Sali Berisha, megjithatë Lapaj nuk ka marrë pjesë ende, ka lënë të hapur që të bashkohen në shesh, por jo në salla konferencave të kryeza. Pra dy zhvillime viti nis si vrrullshëm, po ku prisnim më shumë, ndoshta mund të kemi një ndryshim qeveri, në lëvizje, në risi, apo nga opozita ndonjë bashkim edhe diçka ndryshe nga viti i ri. Apo avazi do të jetë i vjetër. Mbledhja e qeverisë është një akt procedurial që bën zoti Rama gjithmonë për ta konvertuar si një marketing interesimi, si një marketing për popullin, për interesin e popullit, për qytetarët, për ajo që ne kemi parë shpeshherë. Mbledhja e qeverisë është thjesht figurative, nuk është një mbledhje e cila të japi rrugëzije tek problemet e qytetarëve, po thjesht është një mbledhje e zakonshme që ndodh para sesionit të ri parlamentar, sepse zoti Rama jep orientim tek ministrat se çfarë ligjesh duhet të çojnë në parlament që të votohen. Për sa i përket truezës së zotit Berisha, ishte një truezë e mbyllur, nuk ishte e hapur, ishte një truezë me të njëjtat figura, me të njëjtat individ, me të njëjtat disa nga qeveria civile, avokat, ekspertë. Patjetër, po nuk ka qenë e hapur, ka qenë thjesht e përzjedhur. Pra, ftoi Qorin, ftoi Shejajn, ftoi Lapajn, por e përzjedhur, jo një ftesë e hapur e cila nuk kupton edhe negociata publike që unë ftoj Dylberin, Gylsenin, Niksin e tjetrin publikisht edhe e ftoj në një konferencë të përbashkët. Por lind pyetja, përse na duhet trueza dhe nuk na duhet aksioni? Ose më saktë, avokat, përse na duhet fakti që se nesër të njëjtin fat si Shehaj mund ta ketë edhe Saliani që tani për Berishën është i keq edhe mund të përjashtohet ose i vetë përjashtuar, nesër mund të krijojë një parti të re dhe Berisha thotë e ftoj që të vinë truez. Pra, kur është me parti edhe jashtë PD-s mund të ftohet ose të largohet, kurse kur është brenda nuk lejohet mendimi ndryshe. Pse mendimi ndryshe i Reatit lejohet dhe atij që është brenda nuk lejohet? Po, unë duhet të them që të zoti Saliani duhet të qëndrojë në Partinë Demokratike pavarësisht se çfarë luftash ka kundër tij. Në rast se zoti Saliani shkon bën një parti politike, është e sigurt dhe destinuar që do të humbas, por ajo që unë këshilloj edhe të tjerët është kjo që mos u bëni vegël e Partisë Demokratike, e cila është partia më e madhe opozitare. Çdo parti politike të mbajë programin politik, të mbajë qëndrimin politik dhe mos të bëhet vegël e Partisë Demokratike dhe zotit Berisha. Pastaj, në rast se dikush prej tyre don të përdori manualin e Velis që u erdhi në Partinë Socialiste pas mjaftit dhe e azjesoi mjaftin dhe në fund fare përfundoi burgaxhi në knetën e Durrësit, është zgjedhje personale që në politik futet vetëm në plan A dhe nuk ekziston plani B. Prandaj them që kjo gjë që ka bërë zoti Berisha duke ftuar partitë opozitare, për mendimin tim nuk sjell asnjë risi, sepse në fund fare vendimarrjet politike do t'i marrë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me në krye këta të dy. Pra është fasad kjo që po ndodh, avokat? Po, shumë e thjesht, është një fasad e bukur të justifikojmë që ne po i mbledhim thjesht për të ulur zërin kritik ndaj Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike në këto kushte që jemi ka bërë një marrëveshje poshtë avolinës me Partinë Socialiste që nuk kuptohet qartazi çfarë që në ndryshime kushtetuese do mbizotrojnë dy partitë kryesore dhe do përfitojnë, kujdes këtu se unë gjithmonë të kujdesi dua interesin, do përfitojnë edhe partitë aleate. Në Partinë Socialiste nuk ka parti më aleat se zoti Rama i azjesoi,
ja zjesoj flasim, dhe sikur ata të zgjohen dhe thonë duam edhe ne vend, nuk do të kenë vend, ndërsa në Partinë Demokratike, për shkak se Partia Demokratike ka aq përqindje që merr vazhdimisht në çdo herë, do të përfshijë rreth vetes së saj dhe individ ose dhe parti politike që vinë edhe nga e majta. Nuk janë thjesht vetëm së djathta, sepse ne nuk është se jemi në ndonjë Zvicër, ndonjë Danimark edhe kuptojmë demokracinë ashtu siç duhet, sepse ne kemi edhe disa keq kuptime në termin e demokracisë. Po thua që dua të jetoj në parime demokratike, ai të thotë ti që ke Saliut. E kupton ku kemi arritur ne. Prandaj avokat, po me lapën çfarë do bëhet? Urdhro? Me lapën çfarë do bëhet? Zoti Lapaj do takohet me zotin Berisha, s'bët fjalë. Nuk ekziston ajo. Kjo është thjesht momenti që unë po vajta mas Berishës nuk vjen njëri më mbrapa. Zoti Lapaj do të bashkohet me Partinë Demokratike se është detyrë taksative për të bashkuar. Kandidimi i zotit Binai ishte bashkim indirekt. 2027 bashkon zotin Lapaj dhe zotin Berisha kandidati i Tiranës. Pas 2027-ës, atëherë flasim, tani jemi 2026, pse më çon kaq shumë përpara? Edhe na them pastaj që bëjmë falle. Prandaj politikisht po thoni avokat Berisha rizgjidhet në prill, edhe një herë kryetari i PD-s, bashkohet me Lapaj. E korrigjojmë atëherë. Partia Demokratike dhe Lapaj do bashkohen një ditë. Tani është në krye Sali Berisha apo jo, këtë nuk mund ta them, se se di. Mirë, por e vërteta është që Partia Demokratike ose më mirë, zoti Lapaj do të detyrohet që të futet në Partinë Demokratike dhe jo se të detyrohet për shkak të asaj që ne themi të një pakti politik që nuk kupton fitimin e partisë së tij, po nuk kupton paktin e tij politik për të vazhduar betejën e tij dhe brenda Partisë Demokratike, po nuk do ta bëj atë me pjesën e tij që bën tani që është në kryeministri dhe është i vetëm. Kjo tregon fuqizimin e tij në sy të publikut që i vetëm rrin një muaj, pra një muaj rri kush në vesh i ka thënë diçka Lapajt. E kupton? Skenar mendoni. Po normale, se pas skenari s'ka dalë aty kot, se edhe atëri thënë futu brenda prapë shkon në shtëpi, mos rri aty kot, apo merr studio dhe bëj xhiro. Pra, zoti Lapaj është në një qendrim. Pra, unë jam qendrestar. Nuk ju traftova. Por në mënyrë indirekte, më traftuat, nuk erdhët aty kur isha unë. Po unë s'ka pse ju gjymoj ju kur ju nuk interesojni për hallin tuaj. Pra, Lapaj në mënyrë indirekte, edhe mirë dhe të mirë e bën. Kur unë rri aty në shesh për ju, edhe ju nuk vini, në një moment saktuar do mendoj për veten time, sepse në fund fare unë sakrifikoj për ju, por ju nuk e kuptoni dhe mua më godisni. Edhe në fund fare çfarë do bëj unë? Duhet detyrohem që këtë Partia Demokratike. Dhe detyrimi tek Lapaj është edhe një marrëveshje e cila u bë me rastin e zotit Binai. Ky ishte një marrëveshje politike me Partinë Demokratike. Ishte edhe Shabani brenda. Po edhe zoti Shabani, tani iku ai është avokati i popullit ai. Çfarë populli, po hajde avokati i popullit. Avokat, po këtej nga... Se dia do jetë avokati i pushtetit, se populli s'do jetë, po hajde. Ne themi avokati i popullit. Çfarë them? Avokat, po provat i ka dhënë, po tani këtej nga shumica çfarë bëhet me Ballukun? Mendoni se opozita po ngulmon që të bëhet sa më shpejt, ishin dhe dje, kërkuan mbledhje të shidhi mandateve dhe imunitetit. Unë nuk dua të mbledhet. Para ishte 2 janari që t'jepet vendimi kushtetueses, nuk mendoni që do ketë në shqyrtim në Këshillin e Imunitetit? Unë nuk dua. Unë po ju them çfarë nuk dua unë. Dhe unë jam i bindur që në një mënyrë të detyrueshme do të imponohet nga faktorë të tjerë dhe të jashtëm që të jepet një rrugëzidhje politike dhe juridike brenda sallës së parlamentit. Po pse s'e kanë dhënë deri pse do presim që ta japin tani? Tani, çfarë nuk dua unë që ta lidhim me atë çfarë kemi thënë vazhdimisht tek njerëz që na kanë dëgjuar. Kur kemi folë për lavazhierët, kanë parë se s'kanë lëvizur.
kur keni thënë për nëngradat e Trumpit, e keni parë që ka ndalë. Me ligjin e Kongresit Amerikan doli. Pra, janë disa faktorë të cilët ne i kemi thënë, fillimisht jemi paragjykuar, por në fund fare janë faktuar. Jemi dakord këtu apo jo? Tani, kur zoti Rama nuk dilte kur arrestonte Sali Berisha, ne dilnim edhe flisim për prezumimin e pafajësisë dhe ishte e gabuar mënyra edhe detyrim paraqitjes dhe kufizimit të tij. Mirë. Është pranuar edhe nga shumica, nga një pjesë. Po priti sekond, ku arrestua zoti Meta, e komentuan për prezumimin e pafajësisë tam që ato në atë kohë zoti Meta ishte kapur në mënyrë të padrejtë dhe në mënyrë brutale, asnjëri nuk doli të komentonte. Avokat, por tani mund ndryshohet kodi penal, se do marrim ekspertizë nga Franca. Mund ndryshohet. Jo, leje Francën, dëgjoj, nuk ka lidhje Franca. Unë po të lidh diçka tjetër. Tani qytetarët që janë të kthjellët në aspektin jo emocional partjak, por ata që logjikojnë faktin konkret, i tregojmë që zoti Rama në momentin kur ishte interesi e tij nuk u shpreh lidhur me arrestet në burg, as arrestet në shtëpi. Se ka komentuar drejtësinë ai? Po nuk e ka komentuar. Tani lind pyetja, po a është i njëjti person që vazhdon edhe pas këtyre procedimeve që kemi Ballukun dhe atë tjetrën? Janë kompetencat, ka hyrë drejtësia qeverisë. Pra, e kupton çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë që zoti Rama nuk ka më koherencë të qëndrimeve të tij. Pra, zoti Rama i ka humbur atë që duhet kontrollin e tij strategjik. Avokat, nuk jam kontrollin strategjik do të ka humbur marrëveshjen e mëparshme që e kënaqste. Pra do të thotë që zoti Rama duke përdorur procedurën shpëton zonjën Balluku dhe çfarë bën në fund fare, atë që dua unë, është që zoti Rama duhet ta vazhdojë. Pse? Se kur unë thoja që Rama i ka bekuar me procedime të tilla, është një fakt konkret që Sali Berisha, Ilir Meta, Alçi Bllako, Lefter Koka janë në burg për çfarë? Nga urdhri dhe porosia zotit Rama që libri fshihet në kryeministri dhe zoti Dumani ishte ai që ka zbatuar urdhat e zotit Rama. Dhe nuk mundet i njëjti person që përgëzonte drejtësinë dhe Dumani që i dha spatën të injoroj po të njëjtën drejtësi që ai beson. Se zoti Rama thotë ajo është drejtësia që beson ai, ku arrestonin këta të tjerët. Prandaj po ju them, mos u deni nga ideja që zoti Rama do të trembet. Jo, zoti Rama do ta vazhdoj dhe unë prandaj jam i lumtur që zoti Rama do ta vazhdoj, sepse ato që unë kam thënë në sy të publikut janë të vërteta. Pra, ju imagjinoni ndonjëherë që zoti Rama nuk do të lëshonte zonjën Balluku? Lerë, se flasu se s'të bëju të pyetje. Përgjigjem unë dhe them, asnjëri prej jush nuk e imagjinonte që zonja Balluku do të ishte proceduar në këtë formë. Sepse në ty të publik për Velia, për Ahmeta, për Velia, asnjëri nuk e thoshte. Kam dalë të ty dhe kam thënë për zotin Velia, kam dalë të ty dhe kam thënë për zonjën Balluku. Do dalë të ty dhe të them edhe për emra të tjerë, por nuk është momenti. Por çfarë ndodh? Ndodhte pikërisht tek marrëveshja. Kanë pas një marrëveshje, u prish marrëveshja dhe tani momenti është shpëtoj jetën time. Tani, në rast se jeta jote varet nga jeta e tjetrit, nuk e di tani, por e vërteta është që nga data 31 ose 1 nëntor ose 1 dhjetor, zoti Rama nuk është më i njëjti. Pra zoti Rama ka ndryshuar. Në rast se ai do të kishte koherencë në atyre që thonte, si për rastin e Veliajt, si për rastin e Metës, si për rastin e Berishës, do të thoshte edhe ti zonjë, rrugë të mbar, punë të mbar dhe shëndet me një avokat. Dhe s'ka përse të vinte Partia Socialiste të bëhet avokat i zonjës Balluku, a zoti Rama krye avokati i zonjës Balluku. Avokat, prisni në ndryshim të qeverisë. Dhe t'ja lidhim gjërat ashtu se është njerëz kanë hallë, nuk do të merren me çfarë themin e ditë për ditë. S'prisni në ndryshim qeveri për postin e saj, domethënë.
Unë nuk pres, sepse, e di pse nuk e pres ndryshimin në qeveri? Nuk e pres, po ai mund të bësh çfarë të duash, se shiko, është momenti i rrezikut, kur ti je në rrezik, nuk mund të kuptoj tjetri që ky që është në rrezik në çdo moment mund të bëjë një veprim apo mund të mos ta bëjë. Pra, kjo është në varësi të Ramës, por unë nuk dua që zonja Balluku të largohet nga zëvendës kryeministre, sepse unë dua pikrisht që çdo mas që kërkon drejtësia e zotit Rama, se është pikrisht drejtësia e zotit Rama, të bie në sy të publikut. Pra çfarë do të thotë? Që ai e mban një person që drejtësia e tij, drejtësia e Edi Ramës, jo drejtësia që them unë gjykatët të japin drejtësi, po drejtësia e zotit Rama e do të kalbur në burg Belinda Ballukun. Dhe prandaj e mban aty, që ti tregoj një, që unë po të mbroj, e dyta, unë po sakrifikoj, dhe e treta, unë do të përcjell atëre kur unë ka pastruar gjithçka që më prek mua. 3 gjëra janë. Dhe zoti Rama është në momentin e tretë. Dhe në këtë moment të tretë, zoti Rama do të përdori strategjinë e riviktimizimit. Dhe kur ta përdori këtë strategji, do jetë e bukur që të dalë në sy të publikut, do të thojë aty Varfanjaku që ha 100.000 lekë në muaj pension, fare nuk e ka mund që kanë hajt kjo që ka. A kupton? Pra, nuk e kam fajnë unë, fajnë e ke ti që ke votuar. Më kupton? Pra, fajnë ka qytetari, nuk e ka Edi Rama. Edi Rama është viktim. Bllako viktim, Velia e viktim, Dako, shokun e vet, Dakon, e futin burg. Bëri avokatin e Dakos, Dako mblinte vota për Edi Ramën, për Edi Ramën, jo për Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka shkuar te 5% që. Dako, Lefter Koka. Pra, gjithë këto figura që e ka përfunduar në burg, nuk mund të përfundojnë në burg të gjithë, do të thotë diçka nuk shkon mirë tek rrethi i Ramës. Edhe prandaj dhe zonja Balluku në fund fare, kur ai do t'i thotë ok, mbarova se rrezikun e kalova, tani shnetet mira, vazhdo me punën tënde se ke ti punën tënde. Zoti Rama e shkarkon në çdo moment, po ju duhet keni parasysh diçka. Zoti Rama ka marrë 83 mandate. 83 mandate nënkuptohet që Balluku ka 16 deputet. Po bën zbritjen. Po, bën ju zbritje, unë si bëj zbritje, se s'di aritmetik. Po puna është kjo. Si basha. Bravo, se mos më kapin edhe mua në video dhe e përcjellin. E kupton? Pra, diçka po bën Rama, sepse dikush është më e mira. Në rast se Rama nuk e lëshon Ballukun, e di ç'a bën Spaku. I merr 15 deputet Ballukut edhe i bë parat mode përpara Spakut. Pra, moralisht qeveria ka ra. Balluku, Akshi, moralisht flas. Dhe në rast se do t'i marrësh edhe 15 deputet Ramës, dhe do t'i bësh parat mode përpara Spakut, qeveria Rama ka rënë. Këtë e thoshte Basha mas çdo proteste. Qeveria Rama nuk është më kryeministër. Ore, Rama ka rënë moralisht tek populli. Pra, moralisht flasun. Moralisht zoti Rama ka rënë tek qytetarë, se nuk mundet të ndryshosh linjën ti kur të vjen tani partia jote dhe drejtësia jote në dyert e tua. Se drejtësia tek zoti Rama ka vajtur sepse vjen momenti ku bën përplasje të interesash dhe përplasje gropash. Kur ti kënaqesh me gropën e tjetrit, sigurisht që në një moment nga kaq gropa që ke bër, vjen moment që të merr ty gropa dhe merr ato që ke me vete. Tani, a ka bër gropa Balluku dhe Balluku do të marrë dhe Ramën, a ka bër Rama gropa dhe do të marrë Ballukun? Këto janë gjëra të cilat e dinë vetë ata. Nëse merrem me çështje të këndshme, po thjesht bëjmë interpretimin të jashtëm, që do të thotë zoti Rama është gati ta lëshojë zonjën Ballukun. Po, zoti Rama ka studiuar që zonja Balluku do të mbetet ashtu siç duhet të jetë, apo do të marrë një rol Ahmetaj ndryshe.
Se di. Avokata dhe opozita e ka pranuar që Rama në shumë raste është disa hapa para të tjerëve. Tani duke llogarit këtë, tani si komentoni ju lajmet sikur e përmendën në fund nga Zvicra, nga Amerika, por presim edhe këtë Brown që të bëjnë ndonjë goditje. Se sapo e nisi, do ta nis fuqishëm apo Shiko, unë marr si referencë deklaratën e tij që bëri përpara prokurorëve të SPAK-ut dhe tha dosjet e prapambetura duhet të aktivizohen. Dhe në ato momente më erdhi në kujtesë fjalia ime po për kë kishte ai dosjen Tropoja, sa ajo është më e vjetra më duket. Të gjitha dosjet do të procedohen dhe kështu sipas zotit Brau, e kupton, nuk jam zëdhënës si ti, por me ato që dëgjova. Po, interpretim. Dhe në fund fare, unë mendoj që zoti Dumani dhe shumë prokurorë shenjtor brenda prokurorisë së posaçme do të jenë të detyruar të marrin masa ndaj personave të cilët janë në nivele të larta. Unë mendoj që do të kemi aksion, por uroj që mos jetë aksion statistikor. Dhe mos jemi në të njëjtën linjë si zoti Dumani. E prisi shpejt apo të piqet avash? Jo, nuk ka, do të jetë e shpejt për shkak se rrethanat dhe situata nuk është dhe kaq shumë normale. To ko prisni arrestime. Po do kemi arrestime, është sigur që do kesh arrestime, por arrestime do të jetë të një niveli që nuk kupton qartazi lart, jo pushtet ndryshëm, por pushtet që ekzekuton vendimarrjet e gjykatave, që nuk kupton nivelet e policisë së shtetit, nivelet e larta të shtetit. Pra për ta thënë më thjesht për publikun, prisni goditjet që e para të Lodian Braut, të jenë në radhë të policisë së shtetit. Po, e di pse e lidh këtë gjë? E lidh sepse pikërisht Brau dhe shumë prokurorë të tjerë janë marrë në këtë kohë edhe me krimin organizuar. Dhe ajo që mua më bëri përshtypje nga takimi i zotit Brau me të deleguarën e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte lufta kundër krimit organizuar dhe po të shikoni në deklarat nuk thuhet fare korrupsione. Po ku ti është krimi transnacional. Bravo. Që do të thotë zoti Brau duhet të luftoj dhe të nxjerrë statistika për amerikanët për luftën kundër ata nuk besoj të naqen me statistika organizuar dhe emra konkrete të personave të cilët janë të përfshirë në kartelin e drogës me gradat e punojës të policisë së shtetit, them gradat e larta, nuk them një punojës thjesht policisë së shtetit i cili është në hallin e vet në punën e vet. Flas për ata që urdhërojnë këta të poshtë që bëni kështu si them unë, mos bëni ashtu si çdo ligji. Prandaj them që e vetmja gjë që unë pres është kjo goditje për arsye se e lidh me këto dy gjëra. Një, takimin e ngarkuarës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe deklaratës në Rubios, dhe dy, atë që tha zoti Brau që çuna vazhdoni lëvizni sepse është momenti të dosjet të prapambetura të vazhdojnë. Dhe cilat janë dosjet të prapambetura? Pikrisht tek ato që të kam thënë unë ty. Autobuzin e Partisë Socialiste me opozitarët, brenda dhe Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, janë mbushi Altin Dumani. Dhe tani Brau ka për detyrë të mbush autobuzin me krimin organizuar, kartelet e drogës dhe në fund fare politikës. E ma men, e kemi thënë parë se dilshin këto. Mos është ishte 1 janari aty avokat apo jo? Ishte 1 janari është thjesht një karamel që kërkon të hetoj edhe organizatorët edhe ekzekutorët. Por kur një ndër pjesëtarët të ngjarjes kriminale është apo jo i përfshirë, po ishte në vijën e parë, është aktualisht deputet i Partisë Socialiste dhe personi që duhet ta hetonte ishte 1 janarin, sot është antare e komisionit të apelimit të vettingut. Karriera do vazhdoj. Rama
është dekoruar të jetë ajo që do kontrollojë gjyqësori. E kuptoni ju çfarë ishte janari, më thoni mu, kur këta janë shitur edhe janë coptuar duke shkuar tek partia në vendet më të mira të botës dhe në fund fare këta nuk kanë kryer detyrën. Pra, zonja Ina Rama nuk ka hetuar ishte janarin dhe është shpërblyer nga Partia Socialiste të asaj përmes asaj që thot kushtetuta që përbërja e atij komisionit ka edhe të opozitës dhe të pozitës. Prandaj, çfarë më thoni ju mua për ata për ishte janarin? Asgjë, ishte janari është thjesht një karamele që dalin disa analistave të njëjtën kaset, si puna e Gërdecit. Të Gërdeci nuk e thënë dot sepse tani po gjykohet nga ajo me 69 biemra. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Pra, karamelet që dëmtonin Sali Berisha kanë mbaruar, nuk kanë lidhje fare. Ato karamelet të cilat sot duhet të flasim dhe të themi të vërtetën janë ato që dëmtojnë Edi Ramën në kushtet e flagrancës dhe jo në zvarritjen e proceseve. Avokat, edhe diçka kam më shumë shqetësim për ju përbën lajme nga Zvicera apo nga Amerika? Të dyja bashkë. Po Amerika është gjëja më e rëndësishme për arsye se kartelet e drogës dhe lufta kundër këtyre karteleve është një linje drejt për drejt e zotit Trump, që do të thotë kush është përfshirë me banda kriminale dhe me trafikim ndërkombëtar të drogave të ndryshme, sigurisht mbetet jo vetëm armik Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe vetë të presidentit Trump. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që familja e luftar mos gaboj Hyka, si kishte emrin ai me kazinot që më bëri një intervistë Peziu. Po, u shpall non grata nga linja Trump. Po, i vendos sankcione në mos gaboj departamentin sesar. Po, që do të thotë ky person ka bërë takime me politikanë shqiptar. Pa i ka bërë se që na ndodhin mbrapa tani. Në Shqipëri Spaku ka proceduar njerëz sepse kanë udhëtuar me avione të ndryshme ose në të njëjtin avion. Jo më që ti ke shku ka takuar kryeministrin dhe përveç kësaj ke takuar edhe me Gongal. A kupto ku kemi arritur? Pra, nuk mund të justifikohet më ngjarje të cilat kanë përfshirë drejt për së drejtë zotin Rama. Ata që justifikojnë e bën sepse kanë hallin e tyre, sepse i mbaron financim, i mbaron diçka. Dorsa ne duhet të themi të vërtetën njerëzve që zoti Rama në rast se në aspektin moral do të shpëtoj Partinë Socialiste, duhet o të bëj një pakt politik me Sali Berishën, o të çoj vendin në zgjedhje të parakoshme për të shpëtuar Partinë Socialiste. Në rast se socialistët nuk i imponojnë Ramës zgjedhje të parakoshme, Partia Socialiste me humbjen e dy faktorëve ose njërin nga të dy faktorëve që janë paraja ose pushteti, shkërmoqet brenda llojit të saj dhe nuk do të ketë shpëtim Partia Socialiste. Dhe ju a them me plot bindje dhe mos harroni që ato që unë kam thënë, i kam thënë me bindje të plot absolute dhe unë jam i bindur që Partia Socialiste do të jetë në një situatë shumë të vështirë. Socialistët kanë për detyrë të mbrojnë partinë e tyre, por Rama ja ka shkërmoqur partinë dhe thjesht ata nuk kanë parë asgjë akoma. Dhe ajo fjalia nuk keni parë gjë akoma, nuk i takon shqiptarëve, po i takon pikrisht socialistëve që janë krenuar me Edi Ramën, edhe vetë kënaqen me Edi Ramën. Ky është vetëm fillimi që me sa duket zhvillimi do jenë të vrrullshme. Do të jenë, e di pse do të jenë të vrrullshme, sepse ke nga shtatori dhe në dhjetor që goditet vazhdimisht qeveria shqiptare në çdo formë dhe mënyrë. Pra, është e paimagjinueshme që kjo parti të ka marrë zgjedhjet në 11 maj dhe nga fillimi i shtatorit dhe deri më sot, kjo parti ose kjo qeveri është e goditur.
jo se po funksionon drejtësia, po përse ata kanë menduar gjithmonë që drejtësia është e kontrolluar nga ata dhe nuk, pra, e kontrolluar në aspektin që ne kemi të kontrolluar dhe është e kontrolluar dhe sot që flasim. Por, ju a them edhe një herë, prokurorët e SPAK-ut kanë 3 vite akoma mandat. Këto prokurorë që janë sot në 2029 mund të jenë edhe në rrugë. Kush nga këta të sakrifikoj jetën e tij dhe fëmijëve të tyre duke mbrojtur korrupsionin e atyre që janë sot në pushtet? Më thuaj, kush do ta bëj këtë? Vetëm ignoranti e bën. Pra, unë po ju a them të kuptoni që edhe prokurorët vetë që kanë bërë lavazh dhe kanë ndihmuar Partinë Socialiste janë në mëshirë të fatit. Pse janë në mëshirë të fatit? Sepse pikërisht ajo që unë dua t'ju them është kjo, që Zoti Rama e kishte Zotin Dumani, e ka edhe 3 vjet, dhe Zoti Dumani pas 3 vitesh dhe çdo Duman aty brenda do të dalin nga ajo godin. Po ku do të shkojë? Pra, justifikimi që fajin e kanë të tjerët ka mbaruar. Ti ke qenë prokuror, ti ke kalbur në burg, ti ke futur në burg, ti ishe sikur ishte shpëtimtari, në fund fare ç'a bëre? Nuk e bërë detyrën, po, ti tani do futesh në burg. Si rasti Maqedonisë së Veriut, ta kam thënë vazhdimisht. Maqedoninë e Veriut mos e heq nga mendja. Kështu bëri ajo. I futi të gjithë burg për të mbetur në histori. Dhe në fund fare, tap, e futën në burg vetë. Më kuptove? Prandaj ti jemi realist tek njerëzit, mos mendon njerëzit sikur Dumani, zotri, halli i tyre është zvarritja e dosjeve. Halli i tyre është ta çënë në gjykat. Dhe pastaj, çfarë ndodh? Shikoj se është situata. Jo e ka fajin OPG-ja, jo e ka fajin prokurori, jo e ka fajin gjyqtari. Dhe tani njëri ja fut tjetrit. Dhe thot tani prokurori OPG-s, bëj gati dosjen si ta kesh. Prokurori bë kërkesën e i thot atit atë jashtë, se kam fajin unë, gjyqtari. Këta shkojnë kam gjyqtarin. Ore, ç'a bën? Kush jeti ç'a merr vendimari kështu? Ajo se kam fajin, kam prokurori. Dhe pastaj kur të përplasen këto 3 hallka me faktorin tjetër që e ka zvarritur, atëherë përplasen njëri me tjetrin. Po s'kanë të solidarizohen kur ata prishin marrëveshje me njëri tjetrin. Pra, pushteti me drejtsinë e famshme të reformuar. Ka problem pak me syrin, edhe nuk merr nga reforma, se më kap dielli këtu apo drita. Prandaj e kupton tani si është situata. E gjithë kjo është shumë e qartë. Zoti Dumani, Zoti Brau, Zoti Kraja, Zoti Klapi, të gjithë këta janë në panik nga 2026 dhe në vazhdim. Mos e shikoni ju që merrin vendimare ata. Ata marrin vendimare dhe janë kështu. 3 vjet mbaroi. U futën 2020 dhe janë 2026. Ç'a kanë bërë? Statistika do pendohen kur dalin në pension, ç'a budalli që kanë bërë për të shpëtuar Edi Ramën. Do pendohen, do pendohen, sepse kanë fut njerëz, kanë kalbur njerëz në përburgje, pa prova kanë fut njerëz, i kanë futur si banda kriminale, dhe ndërkohë bandat i kanë jashtë duke bërë namin, ndërsa aty përket njerëz të pafajshëm në burg. Kto kanë bërë këta prokurorët e famshëm, të cilët populli brohoret. Prandaj them njerëzve që paragjykojnë, mos e provofsh atë statistikë që i bën në kurriz të njerëz të pafajshme në përburgje shqiptare. Mos e provofsh. Dhe mos u knaq me burgun e tjetrit. Avokat. Sepse do të vini së rradh aty dhe pastaj do të kesh, çfarë do të kesh? Avokat, çfarë thot avokat? Kur bën lavazh SPAK-ut, sigurisht do të marrë për statistikë. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit për zgjidhimeve, të jam i njohur shumë për kohën. Faleminderit edhe për ftesën.